28 nëntori 1912, dita kur Shqipëria u bë e lirë, historia e plot e pavarësisë. Sot është 28 nëntori, dita e pavarësisë së Shqipërisë. Më 28 nëntor 1912, në një shtëpi modeste në qytetin bregdetar të Vlorës, një burr 69 vjeçar me mjekër të bardhë ngriti flamurin kuq e zi dhe shpalli para botës. Shqipëria është e lirë dhe e pavarur. Ai burr quhej Ismail Qemali. Ky është momenti kur një komb 2500 vjeçar doli përfundimisht nga 5 shekuj errësirë osmane dhe hyri në hartën e Evropës si shtet i pavarur. Sot do t'ju tregojmë historinë e plot, nga rënjët i lire deri te firma e fundit në Vlorë. Pika një pse u vonua kaq shumë pavarësia shqiptare? Përse Shqipëria, një nga kombet më të lashta të Evropës, u bë shteti i fundit që doli nga zgjedhja osmane? Përse fqinjet tanë u çliruan 80-90 vjet më parë, kurse ne vetëm në 1912? Përgjigjja nuk është një, por 5 arsye të mëdha historike. Ndërtimi administrativ i qëllimshëm që pengonte bashkimin. Hartë që tregon 4 vilajetet shqiptare me vija të kuqe të trasha. Perandoria osmane e dinte shumë mirë fuqinë ushtarake të shqiptarëve. Prandaj e copëzoi tokën tonë në 4 vilajete të mëdha që nuk kishin kurrë qendër të përbashkët. Vilajeti i Shkodrës, vilajeti i Kosovës, vilajeti i Manastirit, vilajeti i Janinës. Kufit ishin tërësisht artificial. Dibra ishte në vilajetin e Kosovës, Korça dhe Gjirokastra në atë të Janinës, Elbasani në atë të Manastirit. Nuk ekzistonte asnjë njësi administrative që quhej Shqipëri. Qëllimi ishte i qartë, që të mos krijohej kurrë një provincë e vetme shqiptare që mund të kërkonte autonomi apo pavarësi. Mungesa e një kishe kombëtare. Greqia u çlirua duke u mbështetur te kisha ortodokse autoqefale greke. Serbia te patriarkana e Pejës dhe më pas autoqefalia serbe. Bullgaria krijoi egzarkin bullgare në 1870. Kisha u bë shkolla, gjykata, zyra e gjendjes civile dhe qendra kombëtare. Shqiptarët nuk e kishin këtë mjet. Shumica muslimane i përkiste kalifatit të Stambollit. Të krishterët vareshin nga patriarkana e Konstantinopolës që ishte greke ose nga Vatikani. Nuk kishte një kishë shqiptare që të fliste shqip dhe të bashkonte popullin. Elita shqiptare ishte shumë mirë e integruar në perandori. Portretet të mëdha të Këprullë, Sinan Pashës, Mehmet Ali Pashës së Kavajës. Shqiptarët nuk ishin vetëm ushtarë, ishin shtylla kurrizore e perandorisë. Nga 215 vezir të mëdhenj të shek, 17, 18, 42 ishin shqiptarë. Familja Këprullë dha 6 kryeministra radhazi, 1656, 1710. Mehmet Ali Pasha themeloi Egjiptin modern 1805. Shumë shqiptarë kishin pallate në Stamboll, hareme, tituj pash 3 bishta. Për ta, perandoria ishte shtëpia e dytë. Prandaj, deri vonë, shumë prej tyre e shihnin kryengritjen shqiptare si tradhtim ndaj karrierës dhe pasurisë së vet. Gjua shqipe ishte e ndaluar me ligj deri në 1908. Sultan Abdyl Hamiti I e ndaloi me dekret perandorak mësimin dhe botimin e gjuhës shqipe. Kush kaptej me abetare shqip dënohej me varje. Në 1902, në manastir u varën 7 mësues vetëm sepse kishin libra shqip. Pa gjuhë zyrtare, pa shkolla, pa shtyp, është e pamundur të krijosh ndërgjegje kombëtare të organizuar. Gjeografia dhe copëzimi fisi. Shqipëria është vend malor, me male që e ndajnë në krahina të izoluara. Fisi dhe Bajraku ishin më të fortë se ideja e kombit deri vonë. Një katolik I mirditës nuk e njihte një musliman të labërisë si vëlla në shekullin 18. Kjo e bëri shumë të vështirë koordinimin e kryengritjeve të mëdha. Pra, për 400 vjet të gjitha këto pengesa vepronin njëkohësisht. Por në fund të shekullit 19 diçka ndryshoi rrënjësisht. Evropa po e coptonte perandorinë osmane dhe trojet shqiptare ishin në radhë për t'u ndarë mes fqinjeve. Në atë çast të fundit, shqiptarët u zgjuan. Dhe zgjimi quhet rilindja kombëtare. Tani le të kalojmë te pika 2, si lindi vetdia kombëtare shqiptare. Pika 2, rilindja kombëtare. Gjurmët e para të vetdijes kombëtare fillojnë në shekullin 19. 1878, kriza e madhe lindore. Traktati I Shën Stefanit dhe më pas Kongresi I Berlinit I adhuruan trojet shqiptare Serbisë, Malit të Zi dhe Greqisë. Reagimi? Lidhja shqiptare e Prizrenit 1878. Për herë të parë shqiptarët thonë, ne nuk jemi turq, as slav, as grek, ne jemi shqiptar. Abdyl Frashëri propozon një shtet autonom shqiptar brenda perandorisë. Por lidhja u shtyp me gjak nga ushtria osmane më 1881. Më pas alfabeti I Stambollit 1879, alfabeti I Manastirit 1908. Megjithatë, fara u mboll.
Në 1908, revolucioni Gjon Turk. Shqiptarët shpresuan për barazi. Por Gjon Turqit donin të turqizonin të gjithë. Reagimi? Kryengritjet e mëdha shqiptare 1910-1912. Pika 3. Lufta ballkanike dhe momenti kritik. Tetor 1912, Serbia, Mali i Zi, Greqia dhe Bullgaria i shpallën luftë perandorisë osmane. Brenda pak javësh ushtrit ballkanike pushtuan të gjitha trojet shqiptare. Mali i Zi mori Shkodrën. Serbia mori Kosovën dhe Shkupin. Greqia mori Janinën dhe Çamërinë. Shqipëria rrezikonte të zhdukej pa lënë gjurmë. Në Stamboll qeveria osmane po binte çdo javë. Ismail Qemali, ish deputet dhe ish guvernator i Libisit, e kuptoi. Nëse nuk e shpallim ne pavarësinë tani, nuk do të ketë më Shqipëri. Pika 4. Udhëtimi dramatik i Ismail Qemalit. Ismail Qemali u nis fshehurazi nga Stambolli më 21 nëntor 1912 me anijen austriake Brindisi. Në Bukuresht takohet me patriotë shqiptar si Isa Boletini dhe Luiq Gurakuqi. Më 26 nëntor mbërrin në Durrës, por qyteti ishte në duart e serbëve. Nis drejt Vlorës me vaporin italian Tauria. Në Vlorë e presin me pushk në dorë Dom Nikol Kaçori, Isa Boletini, Recep Mitrovica dhe qindra delegat nga të gjitha krahinat. Pika 5. 28 nëntori 1912, dita e madhe. 28 nëntor 1912, ora 10:00 e mëngjesit. Balkoni i shtëpisë së Xhemil Beut në Vlorë. Ismail Qemali, i veshur me frak të zi dhe me shall të kuq me qaf, del para turmës. Në duar mban flamurin kuq e zi që e kishte qepur vetë Marigo Posio disa ditë më parë. Ja çfarë tha, leximi vërtet i fjalimit, unë, Ismail Qemali, bi i Vlorës, në emër të popullit shqiptar dhe me fuqinë që më jep dashuria për atë dhe unë, shpall sot Shqipërinë shtet të lirë dhe të pavarur. Flamuri u ngrit nga dora e Isa Boletinit dhe e djalit të Ismail Qemalit, Ethem Beut. Nënshkruhet akti i pavarësisë nga 83 delegatë. Disa nga firmtarët më të njohur, Ismail Qemali, Dom Nikol Kaçori, zëvendës kryeministër, klerik katolik, Isa Boletini, Luiq Gurakuqi, Recep Mitrovica, Mustafa Kruja dhe Ebi Dibra, myfti. Për herë të parë në histori, katolik, ortodoks dhe musliman firmosën bashkë për një Shqipëri të lirë. Ky është mesazhi më i madh i 28 nëntorit, bashkimi kombëtar mbi fe. Pika 6. Çfarë ndodhi pas 28 nëntorit? Shqipëria lindi, por ishte në rrezik vdekjeje. Fuqitë e mëdha nuk donin një Shqipëri të madhe etnike. Më 29 korrik 1913, konferenca e Londrës e njohur Shqipërinë si shtet, por i la jashtë Kosovën dhe Çamërinë. Shumicën e trojeve shqiptare. Megjithatë, flamuri kuq e zi u ngrit dhe nuk u ul më kurrë. Që nga ajo ditë, çdo 28 nëntor ne festojmë jo vetëm pavarësinë, por edhe provën që një komb i vogël mund të mbjetojë kur bashkohet. Mbyllja. Flamuri Valvitet, pamje të paradës në Tiranë dhe Vlorë sot, kënga Osamir me qenë shqiptar në sfond, narratori. 112 vjet më vonë, flamuri që u ngrit në balkonin e Vlorës valvitet në çdo cep të botës ku jeton një shqiptar. 28 nëntori na kujton një të vërtetë të thjeshtë. Liria nuk të jepet, liria merret. Dhe ne e morëm më 28 nëntor 1912. Gëzuar ditën e pavarësisë, kudo që jeni. Shqipëria është dhe do të jetë përgjithmonë e lirë. Flamuri kuq e zi për jetë të jetës.